I nderuar kryetari i Komunës së Voshtrës zoti Ferit Idrizi, të nderuar përfaqësues të institucioneve, veteranë të arsimit, ish veprimtar të Lidhjes Demokratike të Kosovës në periudhën 90-92, i nderuar autor Ganilahu me bashkëpunëtor, të nderuar të pranishëm. Mirë se keni ardhur në këtë program të librit me 3 vëllime, Voshtria në dekadën e ndryshimeve historike, kronik ngjarjesh nga periudha 1990-1992 të autorit Ganilahu. Më lejoni që në fillim të përshëndes dhe të prezantoj para jush ekipin që ka punuar për daljen në dritë të këtij libri dhe që ka këtë përbërje. Profesor Bedri Tahiri, redaktor i librit, profesor Habib Mustafa, recensues i librit, profesor Bedri Gjema, recensues i librit, profesor Vlora Krasniqi, lektore e librit, dhe Ndriçim Lahu, i cili ka bërë përgatitjen e ballinës si dhe renditjen kompjuterike të librit. Padyshim, ai më meritori që na ka mbledhur sot në këtë program është autori i librit, zoti Ganilahu, i cili në luftën e lavdishme të ushtrisë ligjëtare të Kosovës ushtronte detyrën e komandantit të batalionit të 2 të brigadës N4D në zonën operative të Shalës. Libri që po e përurojmë sot, Voshtria në dekadën e ndryshimeve historike, kronik ngjarjesh në periudhën 1990-92, është dëshmi e kujtesës për një periudhë vendimtare në historinë e qytetit tonë, por edhe në historinë e shtetit tonë të Kosovës. Vitet 1990-92 ishin vendimtare për orientimin që po merrte Kosova. Voshtria në ato vite nuk ishte vetëm dëshmitare, por ishte edhe aktore e rëndësishme në proceset historike që po ndodhin në atë kohë në vendin tonë. Ky libër është ndërtuar me kujdes dhe përkushtim nga autori Ganilahu dhe është një thirrje për të mos harruar, por për ta njohur mirë rrënjët e lirisë sonë dhe për të çmuar më shumë të kaluarën e cila na sodit deri këto. Në kohën kur e kaluara po harrohet lehtë, libra si ky do të ndikojnë në këndelljen e kujtesës sonë kolektive dhe na rikujtojnë se liria nuk ka ardhur rastësisht, por është fituar me shumë mend, sakrificë, me gjak dhe me dinjitet. Me ardhjen e tij në këtë program na ka nderuar edhe kryetari i komunës zoti Ferit Idrizi, të cilin e ftoj për një fjalë rasti. I nderuar autor i librit, protagonist i gjitha këtyre ngjarjeve, veprimtar i shuar i qeshtjes kombëtare, veprimtar i shuar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, komandant i batalionit të ushtrisë ligjëtare të Kosovës, shumë i respektuar miku im Ganilahu, faleminderit që na ke të buë në këtë promovim të vëllimit të këtyre librave me vlerë dhe rëndësi të veçantë. Të nderuar profesor, mësimdhënës, dashamir të librit, përfaqësues të institucioneve, përfaqësues të shoqatës së shkrimtarëve këtu në Voshtri, të gjithë ju të pranishëm, të dashur panelist, lejoni që në emër timin t'ju falenderoj të gjithë juve që jeni pjesë këtu, por do të kisha dashur që kjo sallë të ishte plot e përplot, sepse sot po promovohet një pjesë e historisë që është më tepër se një libër me 3 vëllime, që pasqyron realitetin e asaj pjese të historisë që është bo një hallë e historisë së Kosovës. Është kënaqësi dhe nder për mua që si kryetari i komunës së Voshtrisë të jam sot këtu me ju në një ngjarje me peshë të veçantë për qytetin dhe historinë tonë kolektive, për urimin e librit në 3 vëllime, Voshtria në dekadën e ndryshimeve historike, kronik ngjarjesh që përfshin periudhët e vitit 1990-92
nga autori Ganilahu, që përmbledh themelimin, shtrirjen dhe aktivitetet e degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës në Voshtri gjatë periudhës së vitit 1990-1992, ku protagonist i kësaj ngjarje ka qenë vetë autori, por kemi qenë edhe shumica prej neve që isho në këtë audiencë, dhe pikërisht për këta e përgëzoj autorin për vizionin e tij, për besnikërinë ndaj kësaj pjese të historisë së lavdefshme të kombit tonë. Grumbullimi dhe ndarja e ndihmave solidare në periudhën 1990-92 është vëllimi i dytë që përbën një periudhë jashtëzakonisht e rëndësishme të asaj pjese ku një popull luftonte për ekzistencë, kur një popull u bashkuan të gjithë, ushtri solidariteti, ushtri guximi, ushtri afria me njëri tjetrin, dhe ishte një beslidhje e veçantë që askush të mos mbetet pa bukën e gojës. Kisha pas dëshirë që kjo audiencë me qenë plot e përplot, madje edhe gjenerata të reja, jo për t'ju mbajtur unë një ligjërat të këtij lloji, por për të kuptuar se rrugtimi deri tek pavarësia e Kosovës ka qenë një vështirë, ka qenë plot sfida, mund, lot, gjak, sakrificë, dhe që kurorëzohet në fund me luftën e lavdeshme të ushtrisë kombëtare të Kosovës. Aksioni i solidaritetit, familja ndihmon familjen, po në këtë periudhë që e përmend autori ishte një vëllim tjetër i përmbledhjes së këtij libri. Ishte një periudhë ku vërtet familja mbajti familjen. Nga të gjitha anët e trojeve shqiptare vërshuan ndihmat për të ndihmuar familjet në Kosovë për ta ndalur shpërnguljen dhe braktisjen, sepse hasmi kishte vetëm një qëllim, t'i prek shqiptarët ato ku rrezikohet ekzistenca në mënyrë që në mënyrë kolektive ta braktisin këtë vend. Gjithë kjo periudhë e viteve 1990-1992, ku autori ishte protagonisti gjithë atyre ngjarjeve që përfshin 3 dimensione, pra themelimin e degës së Lidhjes Demokratike në Voshtri, grumbullimin dhe ndarjen e ndihmave në këtë periudhë dhe aksionin e solidaritetit, përbëjnë në vete një halk të fuqishme të zinxhirit të historisë së Kosovës, atë periudhë që e ofroi dhe bashkoi popullin si asnjëherë më parë ishte presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova, rreth të cilit u bashkuan shqiptarët jo vetëm në Kosovë, por në të gjitha trojet shqiptare. Pa dashur me zgjat, falenderoj shumë, prof. Falenderoj shumë se vërtet këtë punë që po e bën ti, këtë punë që po e bëjnë shumë autorë që i kemi ullur këtu, është historia e shkruar. Pra, nuk kemi nevojë që gjeneratave të ardhshme t'u përcjellim përmes gojëdhanave historinë, por e kemi të shkruar dhe ne secili këtu dhe të tjerët kemi për obligim që t'i përmbledhim të kaluarën tonë, ta përmbledhim me shkrim të shkruajmë historinë, se kjo i mbetet gjeneratave. Këtu mësohet historia. Jemi të gjithë të vetëdijshëm se sot e kemi shumë të vështirë për me treguar diçka për një të kaluar ku nuk kemi as libra, nuk kemi as dokumente dhe shërbejemi nga gojëdhanat të cilat fakte janë shumë relative. Në emër tim, në emër të komunës së Voshtrisë, të falenderoj shumë, ju falenderoj gjithë juve që jeni prezent në këtë audiencë, ju falenderoj të nderuar recensent, panelist që jeni këtu, që keni ndihmuar
përmbylljen e një periudhe të lavdeshme të historisë së kombit tonë. Urime, shëndet dhe presim edhe shkrimet e tjera edhe nga ju që jeni këtu panelist edhe nga të tjere që i kemi përballë. Faleminderit shumë. E falenderojmë kryetarin Idrizi për fjalën e tij, ndërsa për na folur për librin, përkatësisht për vëllimin e parë të librit që trajton temën themelimi, shtrirja dhe aktivitetet e degës së LDK-s në Vushtre gjatë periudhës 1990-92, fjalën i kaloj redaktorit të librit, profesor Bedri Tahiri. I nderuari autori i librit Gani Lahu, i respektuar kryetar Ferit Idrizi, të respektuar pranishëm. Sot jemi të vuar për të përuruar trilogjinë e veprave të Gani Lahut, të cilat pse kanë një patheri të përbashkët dhe paraqisin një tërësi shkrimore, mund të qëndrojnë edhe si libra në vete. Me që është kështu, për të mos u lodhur, ani pse kemi përgatitur që të tret nga një recension për 3 vëllime, para jush do të paraqitur vetëm nga një recension për 7 vëllim. Unë do t'ju them pak fjalë për librin e parë, dhe shkrimin e kom titulluar Një libër dëshmikohe. Një shqiptar thotë ajo që nuk shkruhet, harrohet. Gani Lahu, edhe pse me profesion ekonomist, kohët e fundit ka bërë emër dhe në fushën e letrave shqipe. Pasi përfundoi me sukses librin madhor, Rrezet e Lirisë, një monument përjetësie për luftarët e lavdishmit të shtrirë të Kosovës dhe për 75 dëshmorët e brigadës 142 të zonës operative të Shalës, ju kthye vërtetaria të hershme lidhës demokratike të Kosovës që në fillimet e parë të saj, duke na dhuruar librin tjetër 3 pjesësh me titull Vushtria në dekadën ndryshime historike, kronik ngjarjesh, LDK-ja dega në Vushtri, themelimi, shtrirja, kronika, aktivitetet në periudhën 1990-1992. Autori, duke qenë vetë protagonist e atyre ngjarjeve, ka arritur të na japë një pasqyrë reale të lindjes, aktiviteteve të saj, lëvizjes vëllore betet një hall të rëndësishëm në zinxhirin e gjithë kohës sonë të gjithë bashme. Libri me fakte, ngjarje, dokumente me përjetësime, edhe një dëshmi kohe që do të mbetet në anore të historisë sigur si nori për brezat e ardhmërisë. Materialet e tij do shkrim të ruajtura me akribi fanatiku, paraqesin të vërtetë vamueshme të ndë tranzicionit të realitetit jetësor e historik, të transformimit politik e shoqëror të një pluralizmi demokratik që meton të qënë të thisën e një gullisë e rubrisë shëpulluar për pak rrezë drite. Gjithë ky mal faktesh është konceptuar e sistemor brenda 8 kapitujsh, të cilët ruajnë vazhdimsinë e tyre zhvillimore dhe koherencën përmbajtësore, brenda një hapësire të shkurtër kohore, brenda një vjeçar, 2 vjeçari, që përmbush me plot aktivitete. Fill pas formimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës në Prishtinë, me 23/12/1990, edhe viciona lartë shtroi sofrën në modë për qytetarët e saj në qytetet e fshatra, të këtyre ndryshime e përparimeve për ditë më të mira, kështu me 17 janar 1990, në shtëpinë e kulturës Asamblere ku jemi sot, u kurorëzuar edhe themelimi i degës së LDK-s në Vushtre. Kjo frymëri demokratike, edhe pse e brisht dhe në hijen e frikës të ujqve të stepave, pikëspari bolbroj edhe në arbrinë vogël. Në këtë aktivitet nisa e libri nga se ishte një hap shumë i guzimshëm. Pra, me formimin aktive të LDK-s në Galicë, me 13 maj 1990, që në mbledhjen e parë u mor vendim për rregullimin e varrit të obeliskut për kryqëzarimin në zemrit Galica. Dhe ditën e përvjetorit, në 66 vjetorin e epopesë së arbrisë së vogël, me 25 korrik 1990, të gjitha rrugët të çonin në Galicë, në tubimin e madh popullor rreth 30.000 pjesëmarrës, aty ishte dhe grupi prekazën e Kryma dhe Mjasharit. Pas kësaj aktivitete dhe veprimtarit e kësaj partie nuk ishin të ndalur. U formuan ndegë aktive gjithandej në qytet e në vendbanimet e komunës së Ushtrisë, 15 ndegë e 68 aktive. U formua forumi gruas, forumi rinis, u formuan komisionet e ndryshme për solidaritet, për aksionin familjen, ndihmon familjen, komisioni social ekonomik, për informim, për kulturë, për arsim,
për bujqësi, për pajtime zgjashtë, për strehem të familjeve të shkëndosura nga luftat në Dritë, mandej edhe formua Këshilli Komunal për Financim. Me Këshillin për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, komisionet për regjistrim opozitës e tjera. Sektori më i rëndësishëm që arsimi, i cili në sojt organizimit të gjithëve i mbjetoj zë zona o kurzeza. Organizime me mbajtja e mësimit në programet tona shkollore. Duke shqyrmuar ato sërve, ishte sukses më i madh asaj kohe, që ishte edhe kur themelli i shtetësisë së Kosovës. Republika e Kosovës për herë të parë jetësohet praktikisht në deftesat shkollore. Me një fjalë krijuan të gjitha institucionet shtetërore paralele që sfidonin sistemin e okupues sërb. Të gjitha këto aktivitete të evidentuara me saktësi e përpikri, me proces verbale, me regjistra, me raporte, me libra, që përbëjnë një arkiv të vërtetë, e ashtu i blerën librat dëshmojnë realitetin e saj kohe, kur përkundër ndjekjes së persekutime, rrahje, përgosje dhe dhunës së shënuar të regjimin e sërb është bajtur zgjallë fryma kombëtare. Ai strukturim shoqëror profesional tregon seriozitetin e përmbajtëve të devotshëm të asaj periudhe dhe lërisht mund të mbledhet si shëmbëllim i mrekullueshëm e një administrimi e funksionalizimi tamam institucional shtetëror. Ky libër i kandidohet pa thelluar në analistë me tele, besoj se është dëshmi e një kohe të pakuar, një kronikë ngjarjesh që plotëson një zbrastirë të historiografisë sorbe të re dhe do të shërbejë atyre që i intereson për ta njohur më mirë historinë e rrjedhave historike në plotësinë e saj. Ju falenderoj për vëmendje. Faleminderit profesor. Të nderuar të pranishëm, meqense pjesën e recensionit për vëllimin e dytë e ka përgatitur profesor Bedri Gjema dhe për shkaqe shëndetësore e kishte të pamundur të jetë i pranishëm këto, pjesën e recensionit të tij do të përpiqem ta lexoj para jush. Një libër për organizimin e solidaritetit mbar shqiptar nga LDK në kohën e satrapit Milošević e ka emërtuar recensionin e tij Bedri Gjema. Autori këtë libër e ka përpiluar në bazë të dokumentacionit të komisioneve të solidaritetit të formuara në atë kohë. Ai ka arritur që këto dokumente të ruajë të padëntuara gjatë kohës së luftës deri më tani. Me publikimin e këtij libri, autori pretendon të gëzojë të drejtën e publikimit të këtyre dokumenteve që i trajton si arkiv personale. Në vitin 1990 për shqiptarët e Kosovës kishin ardhur kohë të vështira, nga se Serbia kishte suspenduar të gjitha organet shtetërore të Kosovës dhe kishte vendosur masa të dhënshme në të ndërmarrjet publike e shtetërore të vendit. Sipas këtyre masave filloi edhe dëbimi i punëtorëve shqiptar nga puna dhe në vend të tyre emëroheshin serbët e Kosovës, ata nga Serbia, nga Kroacia e tjerë. Kjo gjendje e rrezikoi ekzistencën e shumicës së shqiptarëve nga burimi ekzistencial i të ardhrave personale të realizuara nga puna e tyre në këto ndërmarrje. Andaj në tërë Kosovën si dhe në Voshtrem me rrethin në udhëheqjen e LDK-s. Në gusht të vitit 1990 i kishte hyrë organizimit të solidaritetit në të gjitha arkivet dhe nëndegët e LDK-s, si dhe në fshatra e në qytet, për të grumbulluar dhe shpërndar ndihma solidare për qytetarët në nevojë. Ky aksion solidar kishte hasur në përkrahje gjithpopullore kudo në trojet shqiptare dhe në një mënyrë apo në një tjetër bënin një lloj gare se kush më shumë do të ndihmoj popullin shqiptar të Kosovës. Në këtë kohë nuk kishte dallime në krahina apo fe apo të përcaktimit politik, por të gjithë ishin të bashkuar rreth doktor Ibrahim Rugovës si kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku zbatoheshin të gjitha udhëzimet pa asnjë hezitim. Ndihma solidare filluan të ndërrinë në Kosovë nga mërgjimtarët që jetonin në botën e jashtme e që tani nën presionin, torturat, burgimet, përndjekjet, vrasjet, shumë shqiptarë mërguan në Europë e Gjetiju dhe arrinin tani ndihma solidare. Në Vushtre, në rrethin, u formua Komisioni i Solidaritetit në krye të cilit u emërua Ganilahu, antar i kryesisë së degës së LDK-s, ekonomist i diplomuar që kishte një përvojë të gjatë në lëmin e ekonomisë, ndërsa antar u zgjodhen Isak Maxhuni arsimtar dhe Abdullah Zhegrova ekonomist, që komisionit i u bashkuan edhe kryetarët e nëndegëve të qyteteve Recep Krasniqi e Muharrem Zaipi.
Ky aksion I solidaritetit për grumbullimin dhe shpërndarjen e ndihmave filloi në gjysmën e dytë të muajit gusht të vitit 90 dhe është zhvilluar derisa kjo punë ka kaluar në autoritetin e shoqatës bamirëse Nëna Terez në Voshtre. Ky libër I autorit është I ndarë në 11 kapitoj. Shënimet e ruajtura të solidaritetit mbarkombëtar janë punuar me një pedantëri shumë të madhe. Ato, siç mund të shihen, janë punuar nga ekspertë të njohur të ekonomisë të asaj kohe. Ky libër me autor Ganilahun, që ishte edhe I autorizuari I pari këtyre komisioneve, ka rëndësi të madhe historike, sepse shihet përkushtimi I shqiptarëve për solidaritetin mbarkombëtar. Lexuesi praktikisht mund të njihet me këtë libër për të gjithë dhuruesit dhe marrësit të ndihmave solidare të asaj kohe. Autori ka bërë një punë të madhe duke I shkruar me makinë të gjitha ato procese që kanë qenë të shënuara me dorë në një gjuhë të pastër, andaj ky libër do të jetë një dokumentar I ngjarjeve të asaj kohe. Autorit I urojmë shëndet dhe suksese në punën e mëtejme hulumtuese Voshtre 19 shkurt 2024. Ishte pra kjo fjala e Bedri Xhemës në lidhje me librin, vëllimin e dytë, ndërkaq tani të nderuar të pranishëm, jam I nderuar të ftoj profesorin dhe po ashtu veteranin e arsimit dhe veteranin e luftës së UÇK-s, profesor Habib Mustafa, I cili në cilësinë e recensuesit do të na flasë në lidhje me vëllimin e tretë të këtij libri që trajton temën aksioni I solidaritetit, familja ndihmon familjen në periudhën 90-92. Përshëndetje. Kam kënaqësinë ta përshëndes kryetarin e komunës, I cili pa kur farë ngurimesh, po financon dhe po ndihmon të gjitha ata të cilët janë të interesuar të kontribuojnë kulturës sonë. Përshëndes veteranët, ushtrisë shënimtare të Kosovës, familjet e dëshmorëve, veteranët e arsimit. Unë do të them disa fjalë rreth vëllimit të tretë. Temën e kam titulluar Shqiptarët, popull solidar. Aksioni I solidaritetit, familjen ndihmon familjen, në periudhën 1990-1992, nga autori Ganilahu, trajton një periudhë të rëndësishme dhe dramatike të historisë së ushtrisë dhe Kosovës. Autori përqendrohet në ngjarjet historike, politike dhe sociale që kanë ndikuar jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon dhe në zërë. Ky libër përshkruan me hollësi sfidat dhe përpjekjet e popullit shqiptar në Voshtre dhe Kosovë për të mbijetuar dhe për të ruajtur dinjitetin e tyre në kushtet e represionit serb. Kronist historik. Në fund të shekullit të 20, ndryshimet të mëdha politike ndodhen në Europë, rënja e regjimeve socialiste, bashkimi I Gjermanisë dhe për hapja e demokracisë preken edhe ish Jugosllavinë. Në këtë kontekst, Serbia në udhëheqjen e Slobodan Miloševićit mori masa shtypse kundër republikave dhe krajinave autonome, përfshirë heqjen e autonomisë e Kosovës me 1989. Shqiptarët nuk e pranuan këtë akt dhe me 2 korrik 1990 shpallën pavarësinë e Kosovës. Përballë represionit të ashpër serb që përfshinte largimin e masave së shqiptarëve nga puna dhe shtet rrethimi ushtarak, shqiptarët organizuan një rezistencë paqësore kryesisht në udhëheqjen e Ligës Demokratike të Kosovës dhe Ibrahim Rugovës. Roli I solidaritetit. Një nga aspektet kryesore të mbijetesës së popullit shqiptar në atë periudhë ishte organizimi I ndihmave solidare.
LDK-ja krijoi Këshillin e Solidaritetit, i cili ndërmori aksionin Familja ndihmon familjen. Ky aksion u bë shtyllë e ndihmës për shqiptarët që ishin përjashtuar nga sistemi ekonomik dhe përballeshin me varfëri të skajne. Kontributi i Mërgatës dhe Visteve Shqiptare. Në këtë iniciativë një rol të madh luajtën shqiptarët nga Presheva, Bujanoci, Tetova, Gostivari dhe vendet të tjera të rajonit, si dhe Mërgata shqiptare në Evropë, Amerikë dhe me gjë. Ky solidaritet bëri të mundur që asnjë familje të mos mbetet pa ndihmë për nevojat themelore. Përmbajtja e librit. Ganila ofron një dokumentacion të detajuar për këtë periudhë, duke paraqitur të dhënat në tabelë dhe regjistra që trajtojnë qartë kush ka dhuruar dhe kush ka pranuar ndihma. Ky libër është një dëshmi historike dhe një homazh për solidaritetin e popullit shqiptar gjatë viteve të vështira. Vlerësimi. Libri është një burim i vlefshëm për studiuesit, historianët dhe për të gjithë ata që duan të kuptojnë më mirë historinë e ushtrisë dhe Kosovës në vitet 90-92. Përmes dokumentacionit të kujdesshëm, ai pasqyron forcën dhe unitetin e popullit shqiptar në një kohë të vështirë, duke vendosur këtë periudhë në kontekstin e ndryshimeve historike të gjerë në Evropë. Gjithashtu falenderoj edhe autorin e librit dhe i dëshiroj jetë të gjatë, të shëndetshme dhe punë të mateshme në shkruajtjen e librave të tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit profesor. Ai i cili ka punuar më së shumti për daljen e dritë të këtij libri padyshim është autori i cili na ka mbledhur sot dhe kam kënaqësinë që t'ia kaloj fjalën. I nderuri zotëri kryetar i komunës Dr. Ferit Idrizi, të nderuar asamblesë dhe zyrtar të komunës së ushtrisë, të nderuar veteran të arsimit, bashkëftar të ushtrisë tirimtare të Kosovës dhe të nderuar qytetarë tjerë të pranishëm në këtë të bëjmë. Me lejeni që në fillim t'ju përshëndes nga zemra të gjithë juve që me pranimin tuaj në këtë promovim të librit tim me titull Vushtria në dekadën e ndryshimeve historike, kronikë ngjarjesh në periudhën 1990-92, me keni bërë një nderim të veçantë duke treguar kulturën e lartë dhe respektin që keni për librin shqip të autorëve të komunës tonë. Hartimi i librit ka kërkuar kohë dhe përkushtim për rreth 3 vite, derisa është bërë gati dhe është pajisur me shumë dokumente të kohës, të cilat i kam grumbulluar në periudhën 1990-92, gjatë kohës sa isha në Këshillin iniciues për themelimin e degës së LDK-s, antari kryesisë së degës së LDK-s, sekretari i degës dhe si kryetari i Komisionit Qendror për Ndihmë Solidare dhe i Komisionit Solidaritetit Familja ndihmon familjen. Të gjitha dokumentet e prezantuara në këtë libër u rujtën me mend dhe sakrificë të madhe, në kohën kur të gjitha shtëpijat e shqiptarëve ishin cak i kontrollit dhe mbastisjeve të përditshme nga policia serbo-jugoslave për të kërkuar armë dhe dokumente të aktiviteteve të LDK-s. Ky libër është i shkruar në 3 vëllime me gjithsesi 1341 faqe të formatit A5. Është i pajisur me dokumente të kohës për të gjitha aktivitetet politike të organizuar nga dega e LDK-s në ushtri dhe nga nëndegët dhe aktivet në teren në periudhën 1990-92. Shkëllimi i materjes vetëm për këtë periudhë
është bërë nga se për këto vite kam poseduar dokumentacionin gjexës në arkivin tim personal lidhur me aktivitetet e zhvilluara gjatë kësaj periudhe. Vëllimi i parë titullohet Themelimi, shtrirja dhe aktivitetet e degës së LDK-s në Vërsi gjatë periudhës 90-92. Në këtë vëllim përmes 514 faqeve janë trajtuar të gjitha aktivitetet politike e kombëtare të degës së LDK-s në periudhën e cekur, të dëshmuara përmes burimeve të dokumente autentik dhe procesverbaleve të mbledhjeve të kryesisë së degës së LDK-s në Vërtëri dhe në ndegëve e aktive të saj në terren. Këtu kemi dokumentet e mbajtjes së kuadrit të parë të degës së LDK-s në Vërtëri dhe të ndegëve dhe aktiveve të saj në terren dhe të procesverbaleve të mbledhjeve tjera. Vëllimi i dytë titullohet Grumbullimi dhe ndarja e ndihmave solidare në periudhën 90-92. Ky vëllim ka 547 faqe, ku është sjellur i tërë aktiviteti i grumbullimit të mjeteve financiare dhe të atyre materiale, si dhe ndarja e tyre për familjet në nevojë gjatë periudhës së cekur. Në këto aktivitete kanë qenë të angazhuara edhe komisionet e aktiveve dhe ndegëve, pa të cilat nuk kishte pas mundësi të realizohet me sukses grumbullimi dhe ndarja e ndihmave solidare. Aktiviteti është zhvilluar si ditën ashtu dhe natën, kur ka pas nevojë për shkarkimin dhe deponimin e ndihmave të ardhur nga viset e ndryshme të trojeve shqiptare. Ndarja e ndihmave është bërë sipas kriterëve të përcaktuara nga Kryesia e Degës, kurse përpilimi i listave të familjeve në nevojë është bërë me ndihmën e aktivistëve në terren në mënyrë sa më objektive. Ruajtja e ndihmave dhe shpërndarja e tyre është bërë para syve të policisë armike, por në sajt të guximit dhe kujdesit të madh, të njëjtat nuk janë dëmtuar, as nuk janë rënë në dorë të forcave serbe. E tërë kjo punë e mundimshme me rreziqe të mëdha është bërë nga ana e anëtarëve të komisioneve të LDK-s në qendër dhe në terren, pa kurrë kompenzime që për këtë kohë është e pakuptueshme. Në këtë periudhë i gjithë populli ishte i angazhuar dhe punonte në përkushtim të madh nga ana të gjitha shtresave të qytetarëve për jetësimin e Republikës së Kosovës. Aksioni për grumbullimin dhe ndarjen e ndihmave solidare dhe puna me përkushtim i të gjitha komisioneve bëri të mundur që asnjë familje në nevojë të mos mbetet pa ndihma të nevojshme materiale. Kështu asnjë familje shqiptare nuk erdhe në situatë që t'ia shtrijë dorën armikut për lëmosh. Në këto kushte populli shqiptar ishte i bashkuar sikur më parë dhe vepronte si një trup i vetëm, si bastonjes së popullit, një për të gjithë për një. Kjo do të jetë koha e artë e historisë shqiptare, kur arrit bashkimi dhe uniteti çelik gjithëkombëtar midis shqiptarëve i pa parë ndonjëherë në trojë shqiptare për të arritur lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Shqiptarët si askush tjetër në botë, në këto reforma shumë të vështira, ditë të organizohet institucionalisht dhe ushtarakisht për t'i dalë përballë armikut shekullor serbo-jugosllav me fitoret e plot ndaj aparatit të tij shtetëror dhe ushtarak. Komisioni Qendror Komunal i Ndihmave Solidare kishte arritur të grumbullojë gjithsej 435.733 dinar, prej të cilave për nevojat të furnizimit kishte shpenzuar 434.805 dinar, kurse në arë kishin mbetur 928 dinar. Nga mjetet devizore, komisioni kishte disponuar me 17.820 marka gjermane, prej të cilave ka shpenzuar 8.290 dhe në arë kishin mbetur 9.570 marka. Nga 1.980 franka zvicrane në disponim ka shpenzuar 1.860 dhe në arë kishin mbetur 120 franka. Komisioni ka pas në disponim $6.160 amerikan, për të cilëve kishte shpenzuar 4.960 edhe në arë kishin mbetur $1.200. Në disponim ka pas 500 franka franceze, të cilat ishin shpenzuar në tërësi, po ashtu kishte pas 5.000 lira italiane, të cilat ishin shpenzuar në tërësi, ndërsa në arë kishin mbetur pa shpenzuar 500 krona norvegjeze dhe 100 shilinga austriak. Me mjetet në disponim, në dinar dhe deviza, ishin furnizuar artikuj të ndryshëm ushqimor si vijan, 71.500 kg miell, 2.617 kg sheqer, 2.022 litra vaj, 1.404 kg detergjent, 57 kg biljana,
dhe 1275 kg detergjente tjera, 93 kg kryp, 3 kg oriz dhe 2 kg lyrë. Pas ndarjeve për nevojat e qytetarëve, në rezerva kishin mbetur këta artikuj shqimor: 3350 kg miell, 129 kg sheqer, 840 kg pako detergjent. Për të gjitha transakcione financiare dhe materiale ekzistojnë raporte në shkrim të Komisionit Qendror dhe të atyre të aktive dhe të nëndegve të cilat janë prezentuar në këtë libër. Vlen të theksohet se të gjitha mjetet si në dinar, ashtu dhe në deviza sipas dokumenteve të Komisionit Qendror Solidar dhe Iga në Vostri përputhen në tërësi, po ashtu edhe sasia dhe lloji të mira materiale sipas dokumente të kohës janë përputhur në tërësi të cilat janë prezentuar po ashtu në këtë libër. Një punë e tillë jashtëzakonshme e grumbullimit dhe darjes së ndihmave solidare në Komunën e Vostrisë është bërë nga të gjithë anëtarët e Komisionit Qendror Solidar dhe të Komisionit të aktive dhe nëndegve në teren, të cilat ishin angazhuar me një përkushtim të madh atdetar dhe profesional për të kryer detyrën në mënyrë sa më të mirë, e cila punë është për çdo lavdat. Vllimi i tretë trajton aksionin Solidariteti Familja ndihmon familjen. Pas largimit të minatorëve nga puna, lindi nevoja për grumbullimin e ndihmave për familjet e tyre. Aksioni Solidariteti Familja ndihmon familjen filloi në komunën e Deçanit, i cili kishte marrë iniciativë që për çdo familje e cila kishte mundësi materiale të merrte në familje të minatorët në përkujdese materiale. Kështu ishin lidhur shumë familje të minatorët të Trepsës me familje nga Deçani. Kjo formë e solidaritetit vazhdoi me njëherë për hap dhe u zhvillua edhe në Luginën e Preshevës, ku shumë familje në nevojë nga Komuna e Vostrisë u lidhen me familje nga Lugina e Preshevës, të cilat morën përsipër për kujdesin vllazëror të familjeve në nevojë të komunës tonë. Kjo aktivitet u përhap dhe u zhvillu edhe në familje nga Lugina e Preshevës dhe komunat të cilat punojnë në botën e jashtme si në Zvicër dhe në Belgjik. Me aksionin e Solidaritetit Familja ndihmon familjen në periudhën 1990-92 përmes Komisionit Qendror të Preshevës kanë arritur 43 herë ndihma për 316 familje me 2212 anëtarë. Në shumë prej gjithse 639.100 dinar, 5.360 franga zvicrane dhe 300 marka gjermane. Ndërsa sipas aksionit Familja ndihmon familjen nga Zvicra kanë ardhur ndihma për 34 familje në shumë prej 16.250 franga zvicrane. Të gjitha këto ndihma ku janë shpërndarë familje pranuese me dokumentacion të veçantë zyrtar të degëve të LDK-s në Vostri, e cila prezentohet në pjesën e dokumenteve në libër. Ndihma e aksionit Familja ndihmon familjen kanë vazhduar derisa ka ekzistuar mundësia të rusit të ndihma dhe nevoja për pranuesit të ndihma. Vlen të theksohet se sasia ndihma të pranuara është më e madhe se sa këtu e paraqitur, nga se dikur familjet e lidhura në mënyrë të drejtë për drejtë i kanë shpërndarë ndihma përmes vizitave të cilat janë zhvilluar në mes këtyre familjeve, pa përfshirë evidencat e komisioneve të Vostrisë dhe të Preshevës. Në përgatitjen e këtij libri një ndihmë dhe kontribut të çmuar me udhëzime dhe këshilla kanë dhënë redaktori profesor Bedri Tahiri, recenzent profesor Habib Mustafa dhe profesor Bedri Xhema, lektori Amliora Krasniqi Mjeku, si dhe ndriçim Lani dizajnimin e kopertinës dhe në realitën kompjuterike. Të nderuar të pranishëm edhe një herë ju përshëndes nga zemra për pjesëmarrjen tuaj në këtë të bëj promovuar. Shfrytëzoj rastin që t'i uroj ditën e Shërimit të Vostrisë. Faleminderit për durimin që më dëgjuat. Të nderuar të pranishëm, në përmbyllje të kësaj ngjarje të rëndësishme për librin dhe për historinë e qytetit tonë, edhe një herë ju falenderoj në emër të kryetarit të Komunës së Vostrisë Zoti Ferit Idrizi, por edhe në emër të autorit për pranimin tuaj. Miru pafshim në ngjarje të radhës.